Prokuroria e Kumanovës ka hapur procedurë parahetimore për rastin e vdekjes së Vedat Ademit në spitalin e qytetit. Nga organi i akuzës për televizionin 21 thonë se janë mbledhje të dëshmive materiale, sipas të cilave të dyshuarit mund të akuzohen për njërin apo të dy veprat penale, mjekim i pandërgjegjshëm i të sëmurëve dhe tjetra, vepër e rënd kundër shëndetit të njerëzve. Por deri në ngritjen e një akuze, prokuroria është në pritje të raportit të autopsisë. Drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore Aleksandr Stankov tha se ekspertiza formale për të ndjerin do të vonohet shkaku i autopsisë së shumë viktimave të tragjedisë së Koçanit, por do t'i dorëzohet prokurorisë. Обдукцијата е работена, прибираме материјали во однос на лекувањето, ќе се прават и токсиколошки анализи, бидејќи слушнав дека нешто му било дадено или не му било дадено, и ќе се направат патохистолошки анализи. Кога ќе заврши обдукцијата, ќе се достави до обвинителството, потоа обвинителството ќе нареди сигурно вештачење, затоа што се овие прегледи што се прават од надзори, тоест не прегледи од страна на Државен санитарен инспекторат или лекарска комора, тие немаат форма на вештачење. Форма на вештачење има она што ќе сработи, што ќе го сработиме ние. Juristët thonë se për këto vepra penale dënimi është nga 4 deri në 20 vite burg efektiv. Avokati Aleksandr Simonovski tha se nëse sigurohen prova materiale ka gjasa që rasti të zbardhet me drejtësi, por sipas tij, historiku i organeve gjyqësore në Maqedoninë e Veriut deri më tani ka qenë pothuajse gjithnjë në favor të doktorëve, dhe në rastet kur ka pasur pacient të vdekur nga gabimet mjekësore. Најверојатно ќе се гони ако има докази, пошто случајот е во се уште рана фаза на истражна постапка. Најверојатно би се гонеле за тешки дела против здравјето на луѓето, член 217 од Кривичниот законник, каде исто така доколку настапи смрт на едно или повеќе лица, предвидена казна е најмалку 4 години. Тоа значи дека исто нема горња граница на казна, што може да биде и 20 години затвор. Знам дека има, понекогаш ќе се случи смрт на некое лице, семејствата се огорчени, има кривични пријави, има постапки, исходи, понекогаш, не знам, во најголем број на случаи досега лекарите се со ослободителна пресуда. Sipas dyshimeve të familjarëve, doktori Zoran Gjeorgjevski ka qenë i dehur gjatë shërbimit në detyrë në repartin e kirurgjisë, ditën e hënë kur 32 vjeçarit ju dha terapia e gabuar vdekje prurse. Dhe nga prokuroria e Kumanovës thonë se zyrtarisht polici dhe hetuesi kujdestar gjatë ekzaminimit të vendit të ngjarjes nuk i ka marrë doktorit mostrat e gjakut për t'i bërë testin e alkoolit. Familjarët kërkojnë që rasti të zbardhet dhe përveç sistemit të shëndetësisë që ja mori djalin, mos t'i vret për së dyti edhe sistemi i drejtësisë, me dyshimin se doktori do të ketë mbrojtje politike, si ish deputeti VMRO DPMN-s.